Kur kia represion edhe shtypje, momentin që shlirohesh atëherë nuk e kontrollon veten, nuk je më racional, je emocional. Ka ambasada që kanë bërë sondazhe për motelet që janë në Kosovë dhe frekuentimin në ato motele kur bëhet më shumti. Dhe del në ato sondazhe që ora 11, 12 apo 12 një nuk e di si ka qenë. Dhe pas punës është frekuenca më e larta në këto motele. Gjatë që ka qenë në një dyshim për tradhti si dukuni e çifteve që po ndodh në vendin tonë. Pra si një prej arsyeve në vendin tonë mundet me qenë tradhtia, xhelozia, ato që i përmende në fillim. Pse i ndodhi kjo shoqënisë tonë, e patëm gjithmonë doli tash në pa, apo jemi në fazë tranzicioni gjithë këtë avari që po i ndodh kësaj shoqënie? E ditë kur kia represion edhe shtypje, momentin që shlirohesh atëherë nuk e kontrollon veten, nuk je më racional, je emocional, je frustrum, je histerik, reagon në mënyrë të tillë. E sa vjet prof duhet me prit me na kalu kjo? Kam tregu që periudha e tranzicionit zgjat 30 deri në 50 vite. Po sa kemi punu në këtë drejtim, s'kemi punu fare. Pra ndoshta nevojitet edhe një kohë shumë e gjatë. Sa i përket rasteve të tilla, pra të moteleve, jo që është degradim personal edhe familjar, po thjesht është edhe degradim shoqëror. Asnjë nuk ndihet mirë, thjesht më duhet me përmend fjalën është e gërdetshme, kërkoj falje që shprehen në mënyrë të tillë, është e gërdetshme. Para mendosit çfarë po i bën familjes, farefisit edhe shoqënisë rrethit.